Kuvendi po zhvillon seancën maraton për të shqyrtuar paketën fiskale dhe projekt buxhetin e vitit 2026. Kjo është paketa ligjore më e rëndësishme e vitit, që vjen së bashku me atë që quhet paqja fiskale dhe falja e detyrimeve të prapambetura për qindra biznese. Opozita e ka kundërshtuar paketën fiskale, duke thënë se ajo ka ardhur vonë në kuvend. Kryeministri Edi Rama është i pranishëm në këtë seancë për buxhetin. Projekt buxheti i vitit 2026 është 8.8 miliardë euro dhe shoqërohet me 8 projekt ligje si paketa fiskale që u diskutua dhe në komisione. Ngacmoni sa herë ju shohë dhe prandaj nuk vi që të mos ngacmohem. Ju thash disa fjalë lidhur me sa thatë, ndërkohë që dua ta nis pikërisht me varfërinë dhe me të ardhurat. Sepse pikërisht këtu tek raporti me varfërinë qëndron edhe arsyeja pse ne jemi sot mandat në 4. Dhe dua ta nis duke cituar Eurostatin, Institutin Evropian të Statistikave. Shqipëria ka një nivel më të ulët rreziku për varfëri sesa Serbia, sesa Malizi, sesa Bullgaria dhe sesa Turqia. Dhe Shqipëria është më pranë mesatares së Bashkimit Evropian në këtë aspekt. Këtë e thot Eurostati, nuk e them unë. Po vazhdoj me një tjetër burim serioz që përsëri nuk është burim qeveritar, lidhur me ndryshimin e peshës së ushqimit në buxhetin e familjeve shqiptare, i cili ishte afro 50% si peshë në buxhetin familjar kur ne morëm detyrë. Kryeministri Edi Rama, teksa po fliste për projekt buxhetin e vitit 2026, ironizoi sërish opozitën duke thënë se po vazhdon me pamje ekskluzive, duke ju referuar deputetëve që i kthyen shpinën gjatë kohës që ai fliste. Po edhe ta ankoheni për ligjin edhe të më ktheni mua kurrizin sikur nuk shkon më burr. Megjithatë, shumë faleminderit për këtë lehtësim që i bëni fjalimit tim, sepse më mirë shpina se fytyra juaj. Dhe dua të them që jam thellësisht i prekur nga konstatimi i zotit Noka, i cili akuzoi kryetarin e kuvendit për besnikëri të tepruar ndaj kryetarit të partisë, ndërkohë që zoti Noka e ka besnikëri ndaj kryetarit të partisë monopol. Dhe nuk ka autoritet konkurrence që ja vë në dyshim monopolin, madje unë do ta quaja besnik Flamur Noka. Mëtej, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama e theksoi se flamurin e pavarësisë së drejtësisë e dha vetëm kjo parti dhe do të jetë garante ekskluzive e saj. Një koment ironizues nuk kurseu për Sali Berishën, i cili ishte sot në SPAK për 21 janarin.